Forcat e armatosura të Danimarkës njoftuan një tjetër shkelje të hapësirës ajrore të vendit. Sipas tyre, dronë të pa identifikuar janë parë gjatë natës këtë herë në afërsi të objekteve ushtarake. Episodi shqetësues vjen në një kohë kur vendi prej ditësh ka qenë alarm pas disa inkursioneve të regjistruara këtë javë në afërsi të aeroporteve dhe infrastrukturës kritike. Mund të konfirmojmë se drone tupa në disa zona ushtarake, çka solli dislokimin e disa kapaciteteve të mbrojtjes tonë, po një zëdhënës i forcave të armatosura daneze pa specifikuar megjithatë se ku detektuan dronët saktësisht. Agjencia e lajmeve Ritza megjithatë tha se janë diktuar dronë në bazën ajrore të Kairupit në perëndim të vendit. Policia norvegjeze po ashtu njoftoi sot se po heton lëvizjen e mundshme të dronëve pranë bazës ajrore të Irelandit, që është baza kryesore e Norvegjisë për avionët e avancuar luftarak F-35. Rojet në këtë bazë kanë bërë disa vëzhgime në perimetrin e jashtëm të saj mëngjesin e sotëm, po uan forcat e armatosura të Norvegjisë për agjencinë Reuters. Aeroporti në Kopenhagen u mbyll për disa orë të ënën për shkak të disa mjeteve pa pilot që u pan hapësirën ajrore. 5 aeroporte të tjera civile dhe ushtarake po ashtu u mbyllen përkohësisht në ditë pasuese. Autoritetet daneze i kanë quajtur inkursionet sulme hibride dhe kryeministri Mette Frederiksen deklaroi më herët se këto ishin sulme më serioze ndaj infrastrukturës kritike daneze deri më tani.